2026. Ndodhemi një ditë para përfundimit të këtij muaji, që mund quhet dhe muaji i begat në gjërat e ndryshme që kemi pasur, në gjërat të mëdha që kemi nisur, por këto gjëra që janë nisur në favorizimin e mirë dhe të gjërave që do të kemi tani e tutje, është e koha më e mirë e mundshme për mbyllur çështje të mëdha, sidomos në lidhje me çështjet e kreditimit, në lidhje me problematikat ekonomike, në lidhje me disa çështje të rëndësishme, por vjen koha dhe momenti për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet e financave, kurse në lidhje me anën e dashurisë, edhe pse disa problematika të vogla që keni pasur ose disa çështje të mëdha duket se janë shumë të vogla tani për të mbyllur në anën tuaj. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite, kaq të rëndësishme, të ditës së parafundit të muajit maj, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në